Tagjia për kuajt është shumë herë më e lirë se nafta për traktorët, ndaj dhe fermerët e Lushnjës janë kthyer traditës së vjetër duke punuar tokën me parmend. Një pamje që nuk ndryshon që nga vitet 30 kur shqiptarët, ndryshe nga bota e industrializuar, plugonin ende me kafsh. Rritja e çmimit të naftës ka rritur ndjeshëm koston e punimit të tokës. Nga 1000 lekë për dynym që ishte një vit më parë, tarifa e plugimit me traktor ka shkuar në 1200 lekë, ndërkohë që mjaftojnë vetëm 150 lekë për të marrë një kafsh pune me qera. Po ka kërkesa se munin dot me të ardhura. Çaj rreshta, premisër, edhe njeshje me rul, jon gjatë, farën të imta. Unë marrë 1500 lekë për dylym. Edhe ata fermerë që vjojnë ta punojnë tokën me traktor, ankohen për çmimin e lartë të naftës në treg. Është nafta shumë shtrejta, s'po punohet, është pa leverti fare. Gati 2000 lekë po vete, 1850 lekë. 5000 lekë bëjmë mbjellin, 12 plugimin për dylym. Kështu që s'ka leverti vetëm se si lem dot pa mbjellur, na vjen zor të lem pa mbjellur. Ndërsa punimi i tokës me mjetet të motorizuara është bërë gjithnjë e më i vështirë, zgjidhja më e mirë mbetet përdorimi i kafshëve bujqësore, ndonse edhe fermerët janë të ndërgjegjshëm për cilësinë jo të mirë dhe rendimentin e ulët të prodhimeve të tyre.